Sot me krenari, edhe këto janë citate që do t'i lexoj sepse dua të jem korrekt në atë që e them. Sot me krenari them se televizioni i gazetarëve nuk është më ëndër. Është realitet që jetojmë çdo ditë, ne, partnerët tanë dhe shikuesit tanë. E jetojmë çdo mëngjes kur merremi me problemet e secilit qytetar. E përjetojmë përmes specialeve të shumta të raportimeve, lajmeve, intervistave, debateve, emisionit me Halilin çdo të premte, si dhe përmes emisioneve tona të jashtëzakonshme argëtuese. Sot ky televizion nuk është i askujt, as i jami, as i kushtrimit, as i fidanit, është i gazetarëve tanë dhe i shikuesve tanë. Sot jemi televizioni që adreson hallet të qytetarëve, televizioni që kërkon llogari, televizioni që përfaqëson komunitetin serb dhe çdo komunitet pakisë në Kosovë, televizioni që çdo javë angazhohet në aksionet humanitare me të varfënit, që provokon debate me tema sociale dhe raporton me profesionalizëm të